Investimet e vonuara nuk pritet të japin efekt në rikthimin e banorëve të larguar prej vitesh. Shembull është fshati Çereneci sipër në njësinë administrative Gjoric të Bashkinë e Bulqizës. Ky fshat aktualisht ka të gjitha kurset për të zhvilluar, si ujë të pishëm, ujë vaditës dhe rrugë të asfaltuar. Por ajo që i mungon këtij fshati tani janë vetë banorët. Për shkak të mungesës së investimeve të lartë përmendura, banorët e kryesisht të rinjt u larguan masivisht. Llan Lica dhe Shefqeti Zvira janë të vetmi që i takojmë në fshat. Dy të moshuarit merren me buqësi që, siç thon vet ata, e bëjnë për të kaluar kohën, pasi nuk ka asnjë leverdim. Fshati Gumozhinte para viteve 90 nga qindra banor, ndërsa sot e ka pushtuar heshtja. Por ata që kanë mbetur ende në këtë fshat nuk ka besim që të larguarit do të rikthehen, edhe pse fshati tani ka ujë të pishëm, ujë vaditës dhe rrugë të asfaltuar. O gjëra merr për majën. Sa ka qenë nuk më është njërës e shpajat. Sot, kemi bet unë, 5 vjetër. Fshat i Braktis. Dhe ka lësh rrugë, nuk shtek njëri. I e basku, mësë shka met njëri. Ta 5 vjetër, se thonë. Tek tuk në ato e në postat, a 150 shpajat pjëtë. Gjanë bim 500 banorëve që vesh këto. Familje, se çdo familje kishte 4-5 soll. Unë që një trajt banorë me gjithë fëmijë me hjalë këto pjeshtë, që ka met një 30 banorë. Nuk e ma, bile shumë e gjendat numrin, se la ato shkojnë e vinë ka njerë, për hane modernizon që taj. Rruga u ba, për kur ma rruga hike njerës, kjo ba vjetë. Smet një që sollë në shkollë që në vëqishtë, një në zonë më lesë parë. Nja, lesë parë. Di më gjithë në ditën, në qusë 7-8, bojnë që atërë ke fali që gjepë. Në këto herë më fukon, herë pa fukon. Ku në kamë, ku i qënë prind të vetë. Shkallë e prind, s'ka bet, më lukujnë një shkollë, atë ka që bo shkolla e mespe, në vëqishtë. Qervike. 4 shpajë, 2 pjeqë. Këtë gjemë, me fëmi, ja shtetë, kush në kështë që kush. Dhe përvenet dëtës. Rruga është, uj është, po jenë Braktis kanë hikë të rritë në kurbet e në nuk këthehen këtu. Unë personalisht kom veti diti, vlaj veti diti, edhe këtu ka marru çdo gjanë, se jenë largu familja. Lagja këtu ma nëllë, janë një familja 6 veta, tjertë janë nga 2, mund të banë 10 veta, edhe nuk ka ma. A me doni që të kthehen këta persona? Jo, nuk kthehen se kam bje shpia. Unë kom 3 djemë dhe mi kam bje shpia në Itali Milona. E nuk kthehen, po edhe këto katunartë nuk kthehen ma. Se shka ku qëken. Shko ke bujqin shta njef kush shteti që të thotë. Bëne pradhimin, urda. Edhe, pse të rri këtu? Unë kom gejtë që jam i pa mushë. Shemi zoti kurbetit, të verra që të ke shpia si lën vërdal kotë. Për token e këmë punu, sa për një lëpë, se shemi zoti me ma falë, vetë kërë lëpët të thëmë, a më në largomi se nuk jam i zotit ti majës, jam 78 vjeqë. Edhe ne kemi ngell vërrezat këtu. Edhe ka maru veni. Prinë në kretë Çernecit e dilë lagjën poshtë, a jenë 1.5 delim mestër kretë, se s'ka njerëz. Nuk ka njerëz. Fshati Çereneci sipër në Bulqiz mbahet kryesisht me buqësi, por tokat janë thuajse të gjitha pa punuar.